Personaliteti i shquar i arsimit dhe kërkimit shkencor shqiptar me mbi 50 vite e karrierë akademike në fushën e gjeografisë, me një kontribut të vyer në avancimin e dijes, formimin e brezave të rinj të studiuesve dhe promovimin e vlerave akademike në arsimin e lartë, autor dhe bashkautor i botimeve të rëndësishme shkencore dhe teksteve universitare, të vlerësuara në qarqet akademike kombëtare dhe ndërkombëtare. Me këtë motivacion, profesor doktor Niko Rogo u vlerësua nga Universiteti i Gjirokastrës me titullin profesor i merituar. Erdha 23 vjeç, gjeta bashkëmushatare dhe student. Kemi filluar tek Godina ku është sot shkolla industriale. Arrestoheshin dhe atëre studentët, vajtra i takova, që reshta atëre, edhe dy grupe ishin, histori, geografia dhe matematik, fizika. Ashtu filloi Instituti Andeshëm. Ky titull i akorduar me vendim të Senatit Akademik të Universitetit e Qrem Çabej u dorëzua nga rektori Jahucana. Besoj që nëpërmjet vlerësimit dhe punës së profesorit Rogos të bëjmë një omazh për të gjithë atë plejad të shquar pedagogësh, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm ashtu siç e thash. Ceremonia u ndoq nga autoritetet vendore, staf akademik dhe student, ndërsa kolegë të tij ndër vite shpalosën kontributin e profesorit në jetën akademike të Universitetit e Qrem Çabej, i cili ka përceu kufijtë e tij me pjesëmarrje në konferenca shkencore, në hartimin e teksteve universitare, artikujve shkencor të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.